Pas takimit të parë në mesin e muajit maj, ish-kryeministri britanik Tony Blair kësaj here priti në Londër Edi Raman si kryeministrin e zgjedhur të Shqipërisë. Takim pasionues rreth 2 orë me kryeministrin Blair për piketat e para të qeverisjes. Ky ishte komenti i parë i Ramës menjëherë pas takimit nëpërmjet rrjetit social Twitter. Rama dhe Blair në prononcimet e tyre pas takimit kanë qenë të kujdesshëm duke mos folur nëse kishin arritur terma konkret të bashkëpunimit pas gatishmërisë së shprehur nga Blair në takimin e majit për të ndihmuar me këshilla Ramën nëse ai fitonte zgjedhjet. Fillimisht dua të uroj Edi Ramën për fitoren e tij të jashtëzakonshme. Ky është një moment i dur për Shqipërinë për t'u bashkuar me qeverinë e re e cila ka një program të ri. Jam i sigurt se ekziston një vullnet i mirë në komunitetin ndërkombëtar që kjo qeveri të ecë mirë dhe të jetë e suksesshme. Sfidat e vendit janë shumë të mëdha, por unë e di se ka një vendosmëri të jashtëzakonshme për t'i tejkaluar ato. Si dikush që e konsideron veten një mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve, ne jemi të lumtur t'ju ndihmojmë me mundësitë tona më të mira. Të uroj Edi çdo të mirë, pasi unë e di se çfarë pune e vështirë është të jesh kryeministër. Pa çfat dhe duhet ta dish se ekziston një ndihmë e madhe për ju në komunitetin ndërkombëtar, në mënyrë që ta përmbushni me sukses këtë detyrë. Është një kënaqësi shumë e madhe që takimin e parë pas zgjedhjeve jashtë Shqipërisë unë e bëj me një njerit madh që përveç se për çka njihet, është edhe një pikë referimi e kahershme e imja dhe e jona si Parti Socialiste, dhe ndërkohë jam shumë i lumtur që kjo fitore e mundësinë që të kemi ndihmën e këtij miku të madh, një kryeministri që ka lënë gjurmë në historinë e Anglisë dhe të botës mbar dhe e një njeriu që nuk harron asnjëherë të përsërisë është një mik i madh i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Një lexim mes rreshtash në deklaratën e Ramës kur ai thotë se kjo fitore na jep mundësinë të kemi ndihmën e një miku të madh, le të kuptohet dakordsinë e Blair për të këshilluar kryeministin e ri të vendit. Më herët kreu Partisë Socialiste kishte bërë dallimin mes këshillimit nga Blair dhe Podestës, kur tha se ka një ngutje të madhe të kotë për të bërë krahasime mes Blairit dhe Podestës, që paguan me paratë e shqiptarëve për të dezinformuar opinionin ndërkombëtar dhe për zbukuruar imazhin e një qeverie të korruptuar deri në palc. Pas takimit me Tony Blair, Rama është drejtuar studiove të BBC-s ku ishte i ftuar në emisionin Hard Talk. Rama është përgjigjur pyetjeve të gazetarës Sara Montague që lidheshin me qeverisjen e koalicionit majt. Gjatë ditës së enjte, Edi Rama do të qëndrojë në Itali, ku do të ketë një takim me kryeministrin Leta dhe ministrin e punëve të jashtme Bonino.